Në një vend ku zgjedhje duhet të ishte një mekanizëm funksional i demokracisë, Shqipëria e vitit 2025 përballet me një paradoks të hidhur, një proces elektoral që ka ngrënë mbi 2.3 miliard lekë nga taksat e qytetarëve, por ende nuk ka një rezultat zyrtar përfundimtar. Sipas të dhënave zyrtare të Open Data Albania, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë periudhës nëntor 2024-maj 2025 ka zhvilluar 35 procedura prokurimi me një fond limit total prej 2 miliardë 325 milion e 521.199 lekësh, por pavarësisht shifrave marramendse dhe gjithë aparatit teknologjik të premtuar, procesi zgjedhor i 11 majit vazhdon të zvarritet në fazën e rinumërimit. Ka kaluar më shumë se një muaj dhe nuk kemi një rezultat final. Pse duhet harxhohen kaq shumë para për identifikim elektronik, për pajisje elektronike, për kamera, skaner e tjerë, dhe rezultati kontestohet? Dje nisi rinumërimi i votave dhe do të zgjasë një muaj. Pra deri në gusht nuk kemi akoma certifikim zgjedhjesh. Sipas të dhënave të Open Data Albania, nga këta 35 tender, 23 janë zhvilluar me negocim pa njoftim paraprak, një procedurë që rrallëherë garanton konkurrencë dhe transparencë. Madje këto procedura përfaqësojnë 89% të totalit të shpenzimeve, çka ngre dyshime serioze për mënyrën se si është menaxhuar buxheti zgjedhor. Më saktë, nga këta 35 procedura prokurimi për logjistikën zgjedhore të zhvilluar gjatë periudhës nëntor-maj, 23 procedura janë të tipit negocim pa njoftim, të cilat përfaqësojnë 89% të vlerës së përgjithshme të fondit limit. 7 procedura janë tender të hapur mbi kufjerin e lartë monetar ndërkombëtar, 5 procedura janë tender të hapur të thjeshtuar, tenderi me vlerën më të lartë, prokurimi me objekt shërbimi postar për zgjedhësit nga jashtë vendit, ka një fond limit prej 1 miliardë 8 milionë 333.333 lekësh dhe zhvilluar përmes procedurës me negocim pa njoftim. Operatori ekonomik i përzgjedhur dhe më pasi i kontraktuar është DHL International Albania. Vlera totale e kontratës PATVSH është 912 milion e 679.991 lekë. Renditja e procedurave sipas vlerës së fondit limit. Platforma elektronike e regjistrimit të zgjedhësve nga jashtë vendit dhe shërbimet mbështetëse të saj, fond limit 208.333.333 lekë. Operator ekonomik i suksesshëm, Infosoft Systems, i vetmi pjesëmarrës. Shërbim për ngritjen e sistemit për regjistrimin e procesit të numërimit të votave në QNVJ dhe transmetimin në kohë reale në KQZ. Fondi limit 149.983.980 lekë. Operator ekonomik i suksesshëm, RT, i vetmi pjesëmarrës. Përditësime dhe përmirësime softwarike në sistemin elektronik të identifikimit të votuesve, përfshirë shërbimin për furnizimin, vendosje dhe zëvendësim pjesësh të pajisjeve PEI. Fond limit 125.995.943 lekë. Operator ekonomik i suksesshëm, Smartmatic International Holding, i vetmi pjesëmarrës. Shërbimet të suportit dhe përditësime për votimin elektronik për zgjedhjet për kuvendin e datës 11 maj 2025. Fondi limit 110.342.551 lekë. Operator ekonomik i suksesshëm, Smartmatic International Holding, i vetmi pjesëmarrës.